Sa e përgatitur është Shqipëria si në institucione ashtu dhe në sektorin privat për të përballur me këto kërcënime? Me gjithmonë ishte pati më të sofistikuar, të falet e inteligjencës artificiale, që më parë do duhet të sulmonin manualisht, mirë, sot mund përgatisin inteligjencën artificiale dhe mund bëjmë miliona ose shofish të sulmeve direkt, edhe në forma shumë të sakta. Normalisht institucionet tona, si që dim që janë sulmuar shpesh edhe vazhdojnë të sulmuar. Kapacitetet i kanë që ose investojnë po aty ku duhet, por duke qenë se investimet nuk shkojnë si që dim, apo dhe si që shojmë sot se ku është institucioni kryesor, dhe themi Akshi. Në spak, teknikisht që ose do investojnë si që duhet, do të kishim kapacitet, se ne kemi dhe partner Microsoftin, do më thënë. Kështë i gjitha çështje dëshire apo vullneti. Nuk është se nuk ka profesionist, për gjithë profesionistët për shkak qeverisë edhe mund të jenë larguar, ja, po që ka akoma profesionistë që nëse tendeve ata apo punët do të bëhen po nga profesionistë apo do të shkojnë atje ku duhen parat, do të mund që të mbrohen. Normalisht sektori privat ka dalë gjithmonë më i sigurt se vetë shteti, megjithëse ka buxhete akoma më të vogla apo kapacitete më të vogla për mbrojtjen kibernetike, shohim që ka dalë shumë më i sigurt se shteti. Pra nëse shohim gjithë dhënat ato na kanë dalë po nga institucionet shtetore dhe jo private. Pra nuk është se kemi sulme deklaruara nga institucionet private apo që janë sulmuar. Kemi disa forma, normalisht janë format e vjeta me email, pra phishing që sulmohen si hakeri dërgon një email dhe hiqen sikur është për shembull një bankë, dhe ne kemi banka që kanë 2 gama të njëjta në emër, mjafton të heqësh një dhe normalisht nuk është se do ta bëre kur që mungon ka një gën, dhe do të kujtohet se është po banka. E njëjta gjë bëhet edhe me SMS sot, pra mund të dëgjojë SMS, përdorin terma paniku, pra keni gjob ose do t'ju mbyllet karta, veproni, edhe qytetari për të vepruar direkt shkon vendos zënat, pa e menduar, ose paguani gjobën që të marrim gjysmë dhe gjithë le të themi mund të kemi një makinë dhe mendojmë që realisht kemi marrë gjob dhe nxitohemi për ta paguar që të marrim ta paguajmë me gjysmë. Me forma të tjera që fito para të shpejta ose shikoj këtu për të bërë një pajisje me gjysmën e shtëpi, normalisht para të thjeshta nuk ka, që gjithë nxitojnë që të marrin, pra duke përdorur panikun apo bonuset, edhe shtypin linqe jo të sakta, duke dhënë edhe kartat e tyre të kreditit se ky është edhe synim domethënë i hakerave ndaj qytetarëve. Kjo duhet pasur parasysh domethënë. I shohin mirë linqet, pasi nuk kanë ndonjë ndryshim të madh, mund të kenë një gërmë pak më shumë, gjë që sy nuk është se e vëreni dhe u duket realisht sikur janë nga banka apo nga policia. Që sot me inteligjencën artificiale të marrë dhe në telefon, pra nuk ka se kam më nevojë për SMS, e bëjë shumë reale, të marrin të thonë sikur janë nga banka, realisht nuk flet njeriu, flet kompjuterin mbrapa, dhe ti duke dëgjuar që po flis ka dikush, realisht mendon sikur është një bankë. Aq më shumë ne kemi edhe facin e këtë duke qenë se dhënat tona kanë dalë gjitha publike, gjithë sulmuesit mund të jenë dhe më të sofistikuar, pra ndim emrin, mbiemrin ton, numrin, kartën e ID-s, prona tona, kështu që ai e bën edhe mashtrimin më të besueshëm. Pra nëse më parë thoshte ke marrë një job, sot thotë i ke marrë një job me këtë targ, me këtë shasi, dhe ti e beson që faktikisht di ka targën dhe shasin, realisht është nga policia dhe është e vërtetë. Jo falë sulmeve apo falë dënave që kanë dalë nga qeveria, sulmet janë bërë dhe më të sofistikuara, dhe që kjo është kurrë qytetarëve. Shumë qytetarë bien pre phishing apo mashtrimeve financiare online, disa që përmend edhe ti, po cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë përdoruesit dhe si mund të parandalohet kjo? Do të kemi parasysh që asnjë rast mos fosin kartat e debitit apo debitit për të paguar online, nëse realisht kemi marrë një job, ka aplikacione që mund ta kontrollojmë nëse kemi marrë job apo mund të jetë fake. Mund të shkojmë ta paguajmë fizikisht ose ta paguajmë në një aplikacione shqiptare të dosura. Ose në rast se thonë që do të paguash $1 për postën, se le të themi një tregë shqiptar mund të blej online, sot duke qenë se blejet online janë përhapur shumë, edhe ka probabilitet që të mendojë, okay, kjo që ka posta ime, edhe po paguaj $1, teknikisht me atë $1 ka dhënë kartën, pra nuk është se ka paguar postën, i është vjedhur karta, kjo teknikisht kur shkoj të marri pakun, është shumë e lehtë që ta paguash edhe postën, do të thonë nuk ka nevojë se të paguaj online. Mund të ketë SMS apo njoftime që dini një iPhone me, le të themi, një rast hipotetik 500 €, ndërkohë që iPhone i bën €1, të gjithë synojnë ta blejmë direkt sepse që kam gjysmë shkimi e tjerë. Pra përdorin sot nëse shumë ti nuk hakojnë direkt, që të bëjmë sulm direkt, po përdorin pjesën e presionit ose që do t'ju mbyllet llogaria dhe veproni shpejt dhe veprojmë ose keni marrë job do ta paguani direkt.
ose pjesën e bonusit që gjithë e pëlqejnë, pasi mendoj se janë reale, pra bleni tani sepse është ofertë e ikur, po që duhet kemi gjithmonë shumë kujdes kur fusim kartat, dhe t'i shohim mirë emra sepse nuk mund ta dalloj, nëse është një, siç e thatë, bankat tona kanë dhe 2 gërma në emër, mjafton të heqësh një, nuk do ta dalloj syri fare, ose nëse emri i bankës është x.a, sulmuesi e bën .com dhe normalisht qytetari nuk e di si e ka banka realisht .al apo .com. Do të në emër mund të ngjasoj komplet i njëjtë, por që ndryshon vetëm të LDA, do të thotë pa pashtesa mbrapa. Kështu që duhet jemi shumë kujdesshëm, do të thotë për çdo rast mos posim kartat faqe apo SMS apo në emailë që nuk janë besuara. Nga ana tjetër, kohët e fundit ka shumë njerëz që pretendojnë që pas JetBank qëndrojnë persona të lidhur me platforma Forex të palicencuara dhe me aktivitete të tjera të diskutueshme. Si dhe ngrihen pyetje mbi procesin e licencimit dhe strukturën që duhet ketë një bank. Cilat sisteme të sigurisë duhet të ketë një bank plotësisht digjitale? Për sa i përket JetBank, nuk mendoj se është ndonjë risi. Pra të gjitha bankët le të themi janë digjitale, le të themi çdo lloj banke fakti që të jep një aplikacion vepron digital. Qoftë JetBank ka hyrë në tek, domethënë nuk është ndonjë risi apo nuk është ndonjë gjë e saktë, sidomos për shqiptarët janë tradicionale, duan ta prekin lekën, shkojnë fizikisht. Ne e dim që ne nuk marrim le të themi edhe zgjidhje pranë institucioneve shtetore apo private duke qenë fizikisht, jo më të marrim zgjidhje nga një aplikacion online që nuk mund dim ku i ka zyrat, le të themi, nëse unë vetë për bileta me kompani ajrore, mund ta themi dhe jemi në Wizz ose si çdo shqiptar, nuk ke një numër kontakti, nuk mund t'i marrësh, nuk merr zgjidhje nëse ka vonesa. Megjithatë tani të dozojmë para tona ose të përdorim një bank që nuk ka një zyrë fizike. Pra nuk ka sens, nuk është ndonjë risi apo ndonjë gjë mirë, përveç faktit që është lidhur, siç e thatë edhe ju, me call center mbrapa, me paratësisa mbrapa apo për çfarë mund ta përdorin ato, por nuk është se do ta rekomandoja, pasi nuk ka asnjë vlerë doktor, përveç se mund të jetë një risk shumë i madh. Siç e dim edhe vetë Agjencia e Sigurimit të Depozitave, sado para të kesh, në rast se JetBank shkallë falimentim apo le të themi edhe mund të do të jetë bjedhje para, ne kompensojmë deri në 25.000 euro nga Agjencia Sigurimit të Depozitave. Pra sado para që kemi në JetBank nuk është se do të marrim brash. Pra realisht nëse parat i mbajmë në një bankë, duhet i mbajmë në një bankë tradicionale fizike apo siç janë të njohura në Shqipëri. Do të nuk e rekomandoj fare JetBank, përveç se kujtoj që mund doj banka online, ka banka të tjera Revolut apo Wise që mund të hapet llogarinë e euro, dollar edhe pa i hapur fare në bankat shqiptare që janë shumë sakta, janë shumë të njohura, por jo JetBank. Ta i bie si JetBank më bëdhe unë një aplikacion banke tani, që licencojmë sikur ajo dhe ja ku bën gjithë me banke dhe me të private dhe ndara. Si mund të realizohet verifikimi i identitetit, pra KYC, në një bank pa deg fizike? Kjo është një nga rrisqet e tjera, pasi unë sot me inteligjencë artificiale, përveç se kam ID të gjithë shqiptarëve, duke qenë se ka dalë nga Albania. Pra kam informacion, mund të bëj ID si dua, mund të bëj deepfake, kështu që mund të hiqem sikur do, të marr parat, të shpenzoj dhe nuk kam fare si të kapin. Pra mund të jap një llogari, marr llogarinë e JetBank, mund të blej diçka online ku dua ose të transferoj, blej Bitcoin. Për dhëna apo numër mund të blej online me Bitcoin, por prap dhënat e gjithë shqiptarëve kanë dalë, kështu që nuk është fare vështirë, kështu që kjo KYC-ja nuk do të vinte fare në këtë radhë. Do vete normalisht ose shkon fizikisht bank, i bie ka kamera, mund bëj deepfake, duhet të jetë fizikisht, më shohin, ndërsa kjo është një tjetër risk, domethënë JetBank, pasi kushto ne e dim që edhe fizikisht kemi pasur raste siç janë ju te kredit që shkonte personi dhe thotë s'kam qenë ndonjëherë këtu, si dola me kredi dhe pastaj duke parë kamera shikoni që ishte tjetër person, pra edhe fizikisht edhe kanë mashtruar, janë hequr si persona të tjerë, jo më online, që në deepfake unë mund të hiqem sikur do të marr kredit, po kredi njerëz, edhe nuk e se çfarë i bën më patet, sepse JetBank do të ketë video, megjithëse është deepfake, do thotë është përgjegjësia e tipit të tjerë, kështu që unë largohem fare dhe asnjëri nuk e ka. Pra ne mund dalim gjithë nesër, ose vetë JetBank mund bëj një video me syrën time dhe thotë ti aplikove tani, i merr parat vetë dhe thotë që është i ke marrë ti domethënë dhe nuk e se si e kundërshton. Pra që ose unë hapi bank online, mund bëj një video si gjithë shqiptarë, ti marrë vetë parat dhe i themi këta shqiptarë tani më janë bërë gjithë, dhe hajde ta gjejmë se janë realisht apo.
Dhe sa ku je fizikisht vag, i bie që ke kontroll fizik, të shohin, nuk është se mund të mashosh këtë kollaj, kështu që prandaj kjo është edhe një pikë tjetër shumë e fortë se ke bank më të njëjtë sistem apo se nuk duhet të lejuar fare domethënë. Përveç se nuk ka asnjë rrezik, por që më të shumë të ka probabilitet të jetë skam. Në botën që gjithnjë më shumë po digitalizohet edhe inteligjenca artificiale po transformon tregun e punës, cilat profesione mendoni se do zhduken apo do reduktohen në 10 vitet e ardhshme? Ka disa profesione, dhe data entry, thuaj se mund të jetë pra nëse bëjmë hedhje dënar, po inteligjenca i bën direkt automatike. Kemi design, pra zakonisht punët me kompjuter, po që gjithmonë do zhduket diçka do të hapi një vend i ri, pra që son do të punoja data entry, tani do të fokusohem të mësoj programim që të shërbej inteligjencës. Normalisht ka dhe profesione që do zhduken dhe nuk është do të mund zëvendësohen, por që siç evoluon teknologjia, duhet edhe ne të kemi proporcion drejt domethënë me zhvillimet e reja, se të gjë nuk është se është magin dot. Edhe gazetarin po e ka zëvendësuar, ne kemi raste që janë radio, po janë me robot, pra të bën pyetjet, përgjigjet. Sikur kemi radio që mund të marrim telefon, që se marrim përgjigjet inteligjenca artificiale, nuk e dëndon fare, po patjetër. Që janë shumë profesione që mund të jenë në risk, edhe shumë kollaj të zëvendësueshme. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit.